doja të prejhen qik të e bukura e këti Zelenskit se tha të vjedhe i herë, tha, do të afirmon sa të tokave minerale të rralla, ju i tha se Trumpi, kur të visha janë shtuar dhe ca gjëra tjera aty brenda, i tha, nuk është vetëm kjo. E di që anodhe me Zelenskin, tani ai u nis me datë, le të themi me datë 8-9, më duket, është nis për bot takimin me Trumpin. Dhe kishte Kursk në valigje, më kujto se ishin një 300 kilometra aty ku diun sa ishte. Edhe ku diun çfarë tjetër kishte, për që të shkëmbete, më kujto që kishte si, kështu që Trumpi sepse e thaj. Kur nga Trumpi e tha, një gjë tha se ne kemi Kursk, tha kemi edhe këtë. Ai në avion ta ja morën nga qonë të Kurskun për 3 ditë, i qitën për jashtë, është tani. Zelenski... Ka gjë më të dhimbshme, Amarido, unë pa shpamje dhe ushtarëve Ukrainës që tërhiqeshin nga Kurskun, le që i kishin për cop-cop. Mund të shtoj gjotë tani, që vunë një liqë komplet tjetër për ata ushtarët aty. Ato do i hajtë drejqë, ato do më thonë nuk bëhet fjalë fare dhe për thëmë për troqë, që ata që dorëzohen, që do i shohim që dorëzohen, që do jenë si numra që dorëzohen, ata i ka pas Zoti. Se dhe po dorëzohesh do të vrasin aty mrenë. Dhe kanë nodhë. Mrena asaj, Kurskut, dhe po dorëzove prap do të vrasin. Po dorëzohet Ukraina, si. Eksaktësisht. Do më thënë, aty është mos të mbi mobari. Shkurt muhabeti pa përtej politikës. Aty nuk bat, aty nëse të kanë kapë rob, ti do kesh mik në njonin atje në nëllë në parajs, në Europë, në gjusës. Jo, më erdhi gjuna, do më thonë që... Se që kanë bo krimet pa para. Kanë bo krimet pa para, pas të i ke hyni. Dhe ndodhë shumë në Pokrovsk që një pjesë e popullsisë nuk pranon që të lejë qytetin. Dhe pak në këto dokumentarët e pavarur që shohim këta në përgjithësi rusë, ata që nuk dëgjojnë pavarësisht se këta thonë janë Ukrainës, nuk lëm shpinë një, por ata po presin që të avancojnë në rusë dhe ta marrin atë pjesë qytetit. Mua më erdhi keq sepse në përgjithësi djemë nënash janë ata që luftojnë, por përdorimi i tyre, sepse a e di që më bën përshtypje. Ka një kohë që thot Donald Trumpi që më vjen keq, janë të rinj që po vëriten aty, do me thënë 1 miliarder, të cilën edhe kemi mësuar në për libra që kapitalistët janë pa shpirtë, edhe mund t'jenë pa shpirtë. Janë 18 milion, e thamë tani, ke quke 18 milion që... është duke i ardhur më keq ati dhe i thotër ndalo luftën i thotër se po e shuan atë vënd. Po nështë edhe nuk i vje keq, duhet kuptosh, ajo do rindërtohet, ajo Ukrainë duhet më rindërtohet, duhet më nxjerrë ato minerale, duhet më bëj punë, nuk ka ngel njeri me bë punën. Po. Në gjitha kratë dhe për ata njerëz, më fal se ndërpreu, po më duhet që mos ta harroja. Për ata njerëz që mendojnë që Zelenski qoftë një ditë të vetme ka luftu për lirinë e Ukrainës, qoftë një ditë, një moment. Masi e ke përshë shko nga ku del droga ka pjesa tjetër dhe është një moment, një kështu që ka menu për Ukrainën, duhet të kuptojnë që është gati të dorëzojë tërë Ukrainën, siç e ka dorëzuar, të pasuritë natyrore, vetëm që të ketë Rusi një armik në Ukrainë. Pra jo që të ndërtojë Ukrainën. Do më thënë, më kriminel se kaq të talentum nuk e bë. Talentum. Shiko, unë kam mendim tjetër, po e di pse po të le të flasësh, sepse ke pasur këtë mendim që në fillim, plus që ti më ke marrë dhe vëndin aty, po se po të flasësh se mund, ti ke kap vëndin aty. Okej. Do filloj puna të shiko se si duke ma bërë mirë emisionin, po ma hapin që krahun, po frasë sa tjerë.
po kam vrejtje, e këtë ta them sinqerisht, që ju jeni putinist, ata më soft thonë, shiko, mos e shaj Zelenskin se megjithëse për mua, më thënë drejtën, unë nuk kam folur kur, po tash pak të ndoli ai në Amerikë e fa një se dha të bën spion Putinit. Por faqë shiko, hapni një çik kështu se është ndryshe puna, dhe unë mendoj që Zelenski në fund të llogarive është një kokaiman hajdut. Unë ka vjedhur ato, e ka vilën 5 milionë euro në Forte dei Marmi në vendet më ind Italisë, pasuritë e tjera, grunë e Kalamajti ka qua ndej, këtu vrit një ditë njëmi Ukrainës, por ajo që unë edhe nuk kam folur është që njerëzit harrin të kuptojnë, ore, këtu u bën të gjithë, sidomos në Shqipëri, të gjithë flisin si zëdhënësit e shtabit të Zelenskit. Dhe të kam lënë ty hapësirë të flasësh, megjithëse në shumë gjëra e mendoj si ty, në disa gjëra se mendoj si ty. Në mënyrë që edhe ata që na komentojnë, këtë e bëj edhe për ata, të hidhen edhe i herë jo nga krau tjetër ta shohin siç e shef Moska këtë punë, por ta shohin siç e shef një Amerikan i cili as rruhet fare për Ukrainën, ose si një Anglez që as i rruhet fare për Rusin, po ka hallin të kapi në i lek lartë e poshtë njëra tjetër. Dhe të kam lënë ty që të flasësh, i cili thua, si që mendon një Anglez, ky Zelenski bën mirë që po i shfaros, po duhet të lejë ndonjë tash që të punoj aty se ato pasuritë që na i shiti për 3 miliardë në vit, s'kemi ndërmend të shkojmë neve të punojmë, duhet të punojnë ata vetë që të nxjerrin. Tani që ditën e parë që ka filluar lufta, unë kam bërë një shkrim. Dhe për çdo njeri që ka shkruajt për Ukrainën, që i dhimbset Ukraina, i kam thonë ju jeni ca kriminal, që nuk e dini që jeni kriminal. Se nëse doni Ukrainën, Ukraina nuk që rrezikume në 2014. Një diçka tjetër, do them, kam në dorë, po lexoj librin në Kindle e kam marrë. Në Kindle e kam marrë, është Donbass. Dhe djali që e shkruan është një italiano-rus. Okay. Do më thënë, ka babën italiano në Rusë, por është gazetar italian. Ka qenë në front aty. Është në front gjithë kohën. Ka shkuar nga ana ruse. Unë gjithashtu kam pasur edhe një tjetër, një shkrimtar italian, ai është me origjinë austriake, Steinmeier, edhe atë e kam lexuar, ai ka qenë nga ana ukrainase dhe ke mundësi t'i dallosh se si flasin. Ai për këtë 2014 thonë, në momentin që Bashkimi Evropian po i bënte presion, të thonë që të dy, mbas kushteve të rënda Bashkimi Evropian i dha 4 miliard, po cilat të gjitha do iknin për të shkryer borxhin të ta. Ndërkohë, nuk e mbyllë. Rusia jo, vetëm nga jote do të bëj një lëvizje. I dha 4 miliard, po prit për ta mbaroj ju. Ajo. Ndërkohë, pjesa tjetër, rusët i thanë na 20 miliard, plus do të bëjmë 4 miliard skontot e gazit që do të japim. Eksaktësisht. Dhe në këtë moment filluan revoltat e Pjaca Mejdan. Jo, e di që dohet në të prisja që të kuptosh që ky 4 miliard, se këtu ishte poshtërsia më e madhe, ky 4 miliard që i dha Europa, mënyra se si të u zhvillonte, sepse Rusia do t'i vendoste, të kuptohemi, do vendoste dogan ndërmjet Ukrainës dhe kësaj, dhe i biti që ai humbte 18 miliard. Këtë doja të shpjegoja. Pra ky 4 miliard që nuk ishte urdhën 4 miliard. I tha qeveria ruse, ti futu, i tha, në BE, por do vendosim doganat bashkë, i tha se s'mundu me hynë mallrat e US pa doganë. Se nga Varoufakis dhe me radhë, po të them, sepse unë djek vërtet kokat atyre që nuk janë mainstream, që thonë... Eksaktësisht, as i rus nuk ndjek. Sa për dini, ta din njerëzit që unë nuk... Jo, as unë nuk ndjek. As rus, as nuk i kom qef, as nuk i ndjek, as nuk më intereso se që a thotë se kuptoj edhe anglizën më rrinë me më frynë. A më kuptoj, kushe... Po flas për një... Bravo, unë po flas për kolonel, unë po flas për ekonomist, unë po flas për general, unë po flas për profesor amerikan.
Ose i tha, ti në Amerikë unë flasë, Ose angles. Quhet kritiki, tha. Bravo. O kur flet ai tjetër, tha quhet. Dhe në njerëzit më të respektuar që ka bota, që kanë nuk e kanë mendimin i herë kështu. Dhe shpjegimi është shumë i thjeshtë. Qenisa, për Ukrainën ishte për ukrainasit Zelenski është amiku më i madh që ka pa Ruzulli. Në gjithë historinë e Ukrainës, që kur është kriju, nuk ka pas Disa amik më të kullajt madh. është t'ja vesh është tjetër, ti thua që luftari i lirisë njërën tjetër. Dhe e di qa kam kuptuar unë nga lufta në Ukrainë, e kam bërë edhe një shkrim për ta. Kam kuptuar Ahmet Zogun. Kam thënë, nëse Ahmet Zogun në 7 prill do tentonte të rezistonte, Do shutë Shqipëri gjysmë kishim për ta bërë mut për pula, në kisha të mbet një njëri, një fuqi 40 milion, 40 herë me madhe. Do të thënë, shiko çfarë është të bëu Ukrainës një fuqi e cila është vetëm 5 herë më e madhe. Kjo po kap një narrativ tjetër tani. Jo, më fal, okay, kapet, po si e kam menduar unë, kam thënë. Mënyra e ikjes mund ta bënte një çik më ndryshe. Po. Do me thënë modalitetet. Dhe unë e kam pa atë, dhe më ka pëlqy kjo, dhe më mënyra se si u trajtu, dhe më thënë, për 25 vjetë ka menuj, okej, ky iku, kështu, kurse nga shpjegimi që i kanë bërë njerë që kam respekt, thanë që, okej, ky iku po thotë që jo, mbretërin ti nuk e merë, pavarësisht se tradhtun ballistët. E ditë që e kanë tradhtu ballistët. Ore, shefi shtabit 2 ditë përpara i dha dorëheqjen e, ore i dha, unë po shkojnë luftë, ti më jep dorëheqjen i dha, nuk e bëj dot. Tani kjo prap janë fajet e tij, a? Bravo. Tani narrativa tash e Ukrainës mos e bashko fare me por ai bëri një diçka tjetër, se dua ta mbaroj këtë. Nuk u dorëzua, nuk nënshkroi. Eksaktësisht, po shumë nuk dorëzoi mbretërinë. Shumë e drejtë. Iku dhe i tha, mbase do vinë ca të tjerë mbrapa, siç erdhën mbrapa, do t'ju bin kaptinës edhe se unë jam edhe 50 vjeç i tha. Mase logjika e. Ndërsa këta janë 20 vjeç, këta se marrin parasysh dhe do të binë. Po do të shoj. E prishin mbrapa kur filloi dhe nis të diversant, masane aty s'kishte pse e bënte atë punë. Ishte dorë se ishte edhe mbreti Jugosllavisë, mbreti Bullgarisë që ikën, por nuk u ngatruan në këtë punë kundra vendit vet. Ky nuk ishte pse e bënte. Por në atë moment unë kam thënë, ky po t'ja bënte si Zelenski e të grumbullonte, e niste nusën bashkë me kalamaj, e niste andej. Shëndro fare narrativa, nuk janë bashkë fare tani. Do ta shpjegoj, nuk kanë lidhje fare. E di çka ka ndodhur? Dhe analiza që unë i kam bërë është kjo. Në 2014 e famshme, kur Rusia të dha 20 milion, miliard, në fakt. E di që ke probleme me shifrat. Bravo. Se bilione thëmë. E kam bërë i fund gjithë shqiptarët që janë ndej. Bravo. Kur Rusia të dha 20 miliard, në qoftë se ju, se më them, kriminalet e botës, që është Europa, me gjithë Amerikë mrena, që nuk kanë pikë ndjesie njerëzore, nuk e donit këtë, jepshit 19 miliard, se për 1 miliard nuk është problem. A më kuptoj, 20 dhe Rusia jep 19 ti. S'do kishte luftë kurrë aty. Kuptoj? Po t'i afrove 4. Pra edhe pas i afroi Rusia 20, po e shpjegoj për ata që duan Ukrainën. Më kuptoj, ata që vërtet duan, ose më shumë se unë se duan ata. Ukrainën dhe Ukrainës, sepse du rrasë njerëzore. Pra në momentin që ai dha 20 milion, si që qove ti 380 bilion aty, tani për të vrarë Ukrainasit, që është 20 bilion. 19, 18 është okej, qove 4. Dhe fute lek për të bo Majdon Square. Edhe me detyrimin që të privatizoje sektor, të bëje... Fute 4 milion, pra nuk është ty të dëpre oferta, se nuk ra çanga, se diam këtu ke 20 milion që ati, ti thoshe urnoj, jo, urnoj 20 milion që. Po ti nuk, si Europian, si perëndimor, si për Shqipërinë, si për çdo vend tjetër të kësaj bote, ti në fakt nuk kishe hallin e ukrainsave, s'kisha hallin e shqiptarve, s'kisha hallin e sirianve, nuk ke pas hallin e irakienve, s'ke pas hallin e gjithë botës, po ti kisha hall që ta kthesh atë vend në gërmall. Ky ka qenë halli jot. Sepse nëse do kishe hallin e ukrainsave, 20 milion.
s'do kishte luftë fare, s'kishte punë lufte. Po në momentin që ti bo një grup shteti, dhe personat që i përzgjedh po ti. Edhe të heq një kuriozitet tjetër, edhe ai që erdhi pas grupit të shtetit, s'ja mbaj mend sepse ky djali ka qenë në pjacën Mejdan, ka qenë midis kryengritësve. Po. Midis atyre, kishte pas qenë sekretari i rinisë komuniste të Ukrainës. Dhe atë që ti solle si bukur shumë. Si kështu, gjon e pa që bën, pra gjon e pa, jo vetëm që nuk i ndihmove me para, pra e bëre zgjedhjen, u bë grup i shtetit, puna më dhe thotë se bo mirja bën e ruzëve. Po të them shumë mirja bën e ruzëve, pra ja që jam anti-Putin. Shumë mirja bën e ruzëve, që ja hoqë atë qeverinë në punë e tjetër. Kësa qeveri së re pse si dhe 20 bilion që të ndërtote Ukrainën. Jo më ishte vetëm bilan. Po ja përkthej shqiptarëve. Shqiptarëve pse si dhe 1 bilion mas 90-s që t'ishin bërë gjithë antikomunistë, po i prishe gjithë fabrikat. Se në qofë se t'na jepshe, mas 90-s, atë qeku në bardë, po mos na jepshe të bardë, na jepshe të kuq, na jepshe ishil. Am këtu, nuk mund ketë njëri që të doj më të keqen. Am këtu, po t'ina dhe çrënjosje të vëndit, çrënjosje të çdo fabrike. Që të kuptohet amon, pra, këto nuk shkun për të ndërtu një Ukrainë. Këta shkun për të zhyt një Ukrainë ku është. Dhe sollën një Zelenski jo për të ndërtu një Ukrainë, se prap kur erdhi Zelenski në pushtet, prap i jepshe 20 bilion që në ti. I jepshe 20 bilion që më të hapshin fabrikat e gjona të ndërtot ajo. Jo ti ja dhe për armë, ja dhe edhe i qime verdi, nuk i qoj qatë të mund të fabrika, i qoj Gjevelincë. Johnson. Jo më Trumpi, nuk i qoj, am kupto, nuk u se të prunë në i fabrika në gjo, këtë prunë në Gjevelincë. Pra, dashuria për Ukrainasit e përëndimit është ti të kesh lytmensh që të menen që ato dun në Ukrainas. E pas kanë si vlënjadë, të dua më qëtë. Po jo, vlënjadit dua më qënë, thoshtë, po i kapte detin për të sjellë qënës në i gjonë shpi. Kësë vlënjadët janë hajka e Shqipërisë, pavarësisht se s'ka mas një nga vura. E bukur. Po shkonin me gomone kapshit me i lekë. Do të qënë e lekët ke shpia. Se e lëtë e si qënë jashtë. Ma bëri një shpjegim bukur një, e di pse janë femrat blonjate tegra, tha? Haj, thash, ma shpjegoj që kësa kam në shpi, thash. Tha, shikova. Blonjata në përgjësi, tha, iknin, tha, do kapnin në i lekë. Mercenare. Dhe këto ishin të detyruar të rrisnin kalamaj, të tonin punët, po gjithë, dhe beshin detyrimisht tegra, tha. Kur vinin burra, tha, gjenin hakën, po ashtu të ega, të nga krau tjetër. Edhe, këtë e konkretizon historia mi, se po e themi si në mbyllje, me luftën që është bërë me Grekët në 13-ën, kur erdhën Grekët, erdhën nga Himara, dhe ta donin me një pori dhe pirin, edhe erdhën në Dukat. Edhe dolën Dukatasit që të bënin defekt, që quhet, ndoshta e kam thënë si histori, po pan Grekët ishin shumë ushtri organizuar dhe u kthyen. Edhe i thot sa do koshena, është heroin e popullit. E kam bërë, po heroin e popullit. Ajo e ke thënë, po me shumë interes që tani gjynë. Dhe i thot, juve ku do shkoni, i thot, ku shkoni? Po ishin shumë, ata është të bënim defekt kot. I tha, po mirë, i tha, rini në qitjanet tona, tha, përthaj, kur t'na përdhunoj Greku, i tha. Aty u kapi setra, tha. Ajde, i tha, të vëm defektu në Greku, edhe u nisën burra e gra, dhe Stërgjyshi Ramës, i cili ishte kapetan i punojt edhe i Himarës, dhe tjetër se pranoj këtë, se në quaj. Po këtë ma ka thënë një ballist, në fakt. Dukatas, ballist. Duhet të them, tha, vërtet, se ka një lloj nderi ata në fshat që Spiro kolega, quaj edhe Stërgjyshi tia, ai u ra në shpinë.
grekëve, dukatasit nga përballë, Himariotët Tiranës, shpinta, që të hoqë greku që nuk hyri në Vlorë, sepse do të menin edhe Vlorë në teorinë e Vorjo Epirit, është edhe Vlora. Po edhe Vlora, ha? Po, edhe Vlora. Po, prit kur të vinë ty në Tropojën, ashtu se... Ato, mu që më shqetso, nuk më shqetso ajo dëshira e grekëve për të morë qatë du me morë. Mu më shqetso që akoma mas 34 vjetë është një parti terroriste si PD-ja, që është shumë e hapur, është në çdo gjë, nuk më qifet më, nuk është se 90, 91, 92, 93, ku di unë, 2000 se kam ikur masaj, nuk e di, ka qenë gjohem qef, ta më kuptove, kurse tani, mos në qofë se shef tani, ty të kam plas syt, ti s'do me pa mo, nuk e di jam këto, pa ne po them që nuk bëhesh mo. Kjo është turpi më i madh. Nuk është, am këto, nuk bëhet fjalë. Kjo është turpi më i madh. Nuk bëhet fjalë. Që ndoshta në emision tjetër do e nisim pikërisht këtu për shpjegu diçka më thellë rreth kësaj që të merrem me pak edhe me drejtsinë, sa e kapëm shumë pak. Domethënë do të kenë këtu dhe një ku ke futurët vetëm zika pa ky popull. Nuk ke gjë që ti thosh ti popullit, edhe sot e kësaj dite doli çuni i ri nga PD. Edhe më pani them këto janë monstra, janë gjynof më burr. Kaptin është ajme për vunë edhe i palë syze që të regulohesh që i kësi që bëjnë ta provincialët kur vinë, dhe më thëmë, vene i gjokë shu që gaditën në qikë. S'ke që a bo, më shpëtoj. Jo, po i thëmë, po jo më se po e këthejmë në pëshë, po ashu është. Edhe thot, Sali Berisha thot, në ka bo rrugë në komë. Ka bo rrugë në komë dhe ka futë në NATO. Okej. Ngëm qunë i ri, jetë djali i ri më rrëllat. Nuk është, unë mendoj që ka dalë një... Kemi pësuar një lloj deformimi. Tani është sëmundje, unë po them, partia demokratike është sëmundje. Dakor, për sëmundje, si çdo virus ka probleme në vet. Është virus, bravo. E di çfarë më shqetëson mua, që nga të gjithë këta të rinj, dhe këtu se kam me asnjë prej tyre, qoftë edhe me Lapaj nuk e kam, sepse unë e njoh, për mua është simpatik në marrëdhënien personale, është tipiku i djalit Sarandiot, domethënë Labit të rritur në Saran. Por ai ka kuptuar një gjë, dhe del politikani tret më i pëlqyer. E di pse? Ka një pjesë popullsisë që i pëlqen të bërtasësh e të ulurasësh, dhe ai e ka kuptuar këtë. Eksaktësisht, është tiktokist, prandaj tash është OJF-ist, dhe prandaj po ndaj që Agron Sheja, që kush kanë ndjek emisionin, unë sa kam takuar në herë Agron Sheja, në jetë time, nuk kam asnjë që është me Agron Sheja. Sot për herë parë ndorë, po ne. Bravo. Ajo që po them është, sepse unë bëj një analizë me në zemër Shqipërinë, ose duke pa, do më është më thellë se që duket, duke pa të tërë brumin që ka se cili person për të arrit diku. Okej, nuk po të nxjerr nga qefi, po të alë për një herë tjetër. Dhe unë nuk të thash që ky është, që të kuptohemi, unë nuk thash që ky është gjenia, unë them struktura e këtij, dhe duke studiu brumin e këtij them që e djata kam përshtypjen se duhet lindi në Agron Sheja. Nuk kam pa në njëri tjetër që tjetë me trum më të bukur se ky, nga këta. Okej, do kemi kohë të flasim ndoshta edhe gjithsej fushata. Po, ndoshta, ky është thjesht përshtypjen do të jam të gabim. Kurse për këtë tjetrën për PD-n është bindje, më kuptoj, këto duhet heqin. Jo, nëse. Dhe i kam thonë një vajze, kisha një vajzë në Facebook, një mikën time, me sinqeritet, kam duket goca e re nga këto që vërtet kanë dëshira për ndryshim, edhe ishte me PD-n, edhe i shkruajta në mesazh, i thash, zemër, ike Agron Sheja, ike Lapaj, ike ku dush ti, vetëm mos rri këtu, sepse filloi duke nxjerr ca statuse që si ishte zgënjyes, kisha shuar i di baba se kom 60 vjet, s'ke nevojë më mësuti, po ik te i kanë, më kuptove. E ka faqën fillim baba. Aty ka qenë baba, ku jeti sot, po ka qenë. Po mos kishte bërë, se e bukur ishte, po mos kishte bërë analizën, do isha duke kërcyer të shqupit. Bashkë me kushërinë. Eksaktësisht.